Largimi i papritur i Limi Hotit nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova ka surprizuar banorët dhe publikun, duke shënuar një nga momentet më të papritura të këtij edicioni. Banori, i cili gjatë qëndrimit të tij në shtëpi u bë pjesë e shumë dinamikave, debateve dhe momenteve emocionale, vendosi t'i jap fund rrugëtimit të tij në format, duke përshëndetur për herë të fundit bashkëtuesit. Në një moment të qetë, por të mbushur me emocion, Limi mblodhi banorët dhe dha njoftimin që askush nuk e priste. Me një ton të sinqert dhe reflektues, ai u shpreh: "Banor, kam lajmërim për ju. Me thënë të drejtën, ishte një udhëtim shumë i bukur dhe kemi kaluar një kohë shumë spektakolare. Çdo moment këtu nuk do ta harroj asnjëherë, por mua më duhet të largohem." Fjalët e tij krijuan një atmosferë të ndjerë në shtëpi, ku disa prej banorëve mbetën të habitur, ndërsa të tjerë u prekën dukshëm nga vendimi i tij. Limi konsiderohej si një nga figurat që sillte energji dhe reagime të forta brenda shtëpisë, duke qenë shpesh në qendër të diskutimeve dhe situatave që mbanin gjallë lojën. Gjatë qëndrimit të tij, ai krijoi raporte të ndryshme me banorët, herë të afërta e miqësore, herë të tensionuara, duke reflektuar presionin dhe emocionet që sjell izolimi dhe gara për çmimin e madh. Pikërisht kjo përzierje emocionesh e bëri rrugëtimin e tij të paharrueshëm për publikun që e ka ndjekur çdo ditë. Ende nuk janë bërë të ditura arsyet konkrete të largimit të tij, gjë që ka shtuar edhe më shumë kurreshtjen e ndjekësve të spektaklit. Megjithatë, mënyra e qetë dhe mirënjohëse me të cilën ai u largua tregon se për Limit, përvoja në Big Brother VIP Kosova do të mbetet një kapitull i rëndësishëm në jetën e tij. Largimi i tij pritet të ndikojë drejt për drejt në dinamikat e shtëpisë, pasi raportet dhe balancat mes banorëve mund të ndryshojnë ndjeshëm në ditët në vijim. Publiku tashmë mbetet në pritje për të parë se si do të zhvillohen ngjarjet pas kësaj daljeje, dhe si do ta përballojnë banorët mungesën e një figure kaq prezente në lojë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.